Argita, 22 vjeç nga Tirana, kundër Ilgeri, 18 vjeç nga Bulqiza. Argita e ka provuar dhe 3 edicione më parë në The Voice. Si a doli? Këtë herë e mori me më shumë sportivitet dhe me më shumë siguri. Dhe ja doli. Gjithmonë më ka pëlqyer ajo hajde tek Alma. Thuaj edhe një herë më Alma. Hajde tek Alma. Erdha. Fitova, jam shumë e kënaqur, jam mrekullisht e kënaqur sepse arrita atë që doja. Ky është Ilgeri. Kjo është hera e parë që unë këndoj dhe shpresoj që të jetë një fillim i mbar për dëshirat e mia. Ilgeri goditi me të parën. Je tipik këngëtar stili i shekullit 21, i cili shumë bukur në YouTube me zërin që ke mund të bësh covera dhe të kesh miliona fansa nga mbrapa. And when you leave me stop, na 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 nota, jetu i psipër, kjo është nota, na 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 na. Ha? Hajde? Është një këngë i cila do të vejnë sprov që të dy këngëtarët. I kam bërë bashkë sepse mendoj që kënga është adapt për të dy, shpresoj që t'ja dalin shumë mirë në skenë, po ashtu edhe të ky çift fitoft më i miri. Stop. Emocionet, më shoj shkel emocioneve, dakord? Okej. S'ka emocionet. Emocionet negative i lejmë të shtëpia. Këtu kënaqu duke këndu këngën. Dakor? Ke një zë shumë të bukur. Ke një zë shumë unik. Dakor? Okej. Ma këndo dhe një për fillimit? Okej? Te ke fundit këndoja i femrës më shumë. Në si të dhe këndoj. Kënga është një nga duetet më të mira në treg, më përshtatet shumë me stilin tim, edhe me të Argitës gjithashtu. Mendoj se do japim më të mirë në skenë, do mundohemi të më thënë. Siguria ime më e madhe është stili, do më thënë, kjo më bën të veçantë, ndërsa pa siguria normalisht vetëm emocionin që mund të kemë skenë. Okej, stop. Refreni me probleme intonative, duhet të punohet akoma më shumë. Pastaj jeni të shkoputën komplet njëri prej tjetrit. Përshëndetje. Përshëndetje. Ç'kemi? Mirë. Si një çik mirë me Zorin. Atë nuk duhet të mbani mend aty të Zorin. Absolutisht. Keni një këngë shumë të bukur. Është menduar shumë, është studiuar shumë që të dalë zëri juaj në pa. Mua më duket shumë e bukur kënga, sidomos për stilin tim. Jam një njëjtit stil, dhe më thënë, me Charlie Puth. Pak vështirësi të notat të larta. Normalisht, po do mundohem që në skenë të mos të shfaqem emocion. Të tercat, e kam vërë që kam pak problem, do më thëmë, por që asgjë s'është e pamundur që... Ajo është vetëm çështje kontrolli tingullit, do me thënë, llogaritet intervali dhe nuk është ndonjë problem shumë i madh. Kam potencë në të kënduar, kam agresivitet, gjithmonë për mirë, kam edhe siguri, edhe mendoj se do të dash shumë mirë. Je duke stonu! Je duke stonu, e kupton? A i njëtoj një gjunjë një tjetërin? Na 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 ra 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 ta ri ra 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 ra. Shumë e thjesht, ma. Duke qenë serum, tu marrë serum e kënon këtë këngë. Ilgeri ka zë shumë të bukur, shumë të ëmbël, por që unë nuk kam pasiguri në veten time, sepse e njoh veten time dhe e di se çfarë mund të bëj dhe çfarë mund të arrij, kështu që pasiguria tek unë nuk ekziston. Dhe dua të fitoj. Betejë që vjen tani është nga skuadra e Alma Bektashit. Gati për të ftuar të parë në skenë, është një vajzë e cila i ka provuar emocionet e saj, kështu që do të përballet më shumë dhe më mirë në ring. Zonja zotëri, mirëpriteni me duar krytje, Argito!
Dhe kundër Argitës sonte është një djalosh I cili mbi të gjitha po fiton një betejë me emocionet që ka I vet. Shohim nëse do të mund të fitoj betejën me zonjushin që un kam në krah, zonja dhe zotrin, Ilgere! Okej, Argita, çfarë këndojmë sonte? Marvin Gaye, Charlie Puth. Marvin Gaye, Charlie Puth. Shumë fat, le të filloj beteja. We got these king size through ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra, show and tell. Yeah. Oh, there's love in your eyes that pulls me closer. It's so subtle. I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got that feeling that I want, just like they say it in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. And when you leave me all alone, I'm like a stray without a home. I'm like a dog without a bone. I just want you for my own. I got to have you, babe. There's love in your eyes that pulls me closer. It's so subtle, I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got that healing that I want, just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Marvin Gaye, Charlie Puth, Meghan Trainor erdhën në The Voice me Ilgerin dhe Argitën, të cilët u duken brenda këngës, emocionit, dashurisë që ajo përcjellet tjera me radio. Nita, si të dukun ty? Çfarë karakteresh? Shumë bukur. Më pëlqeu shumë ky duet. Ilgeri më pëlqen timbri I zërit, më pëlqeu edhe interpretimi. Atë sikletin, emocionin që mund të kishte e kamufloi më së miri. Argita nuk kishte disa pasaktësira, por që nuk e di, unë personalisht do të favorizoja Ilgerin. Si ti? Atëherë, është një duet, në fakt, një ndër pengjet e Voice 5-ës, sepse kishim zgjedhur të dy ekipet, në fakt, edhe Alma edhe unë, por në kohë, këta e kishin zgjedhur të parë dhe normalisht që ju takon dhe këtyre, sepse ka atë reminiscencën e viteve 60, ka atë vampin që të mban të lidhur, sepse tek e fundit e vjetar gjithmonë është e bukur. Po thuajse. Më pëlqen shumë ngjyra e Argitës dhe sidomos në pjesën më të madhe të këngës e ka realizuar mirë pjesën intonative. Nga fundi nuk e di pse lëshoj pak. Më pëlqen bashkëveprimi të dyve, po prap them që Ilgeri e shjon skenën më tepër. Kjo rri pak sa më friksuar. Shiko, është vështirë me knu në harmoni, ku del në skenë, po unë mendoj se Argita është këngëtare më e kompletuar se Ilgeri. Mendoj edhe se kjo e ka një timbër edhe në përgjithësi një frazim shumë interesant, mjaft bashkohor. Sidomos dallohet te pjesa solistike. Po, sidomos, absolutisht. Ndoshta edhe, jo ndoshta, po me siguri se kjo këngë edhe nuk është se I shkon shumë po në këto duetet skiqare pa e sakrifiku dikon ka pak edhe pa I bo disa balancime. Qa do me thonë qare? Qare është ski, nuk ki ndryshe, do me thonë, ski qare. Po, qysh me përkëty.
Pa e ke thonë më tite ajo kënga nuk e qajrë moj pa marea, pa të mara. Qartë, s'ki qare pa marerësit. Alma. Shiko, për të hirtë vërtetës, unë edhe mbrapa skenës nuk është se... Shiko, publiku nuk she qa bëhet mbrapa skenës me prova me gjitha. Ndoshta mund ta quaj personalisht për hir të vërtetës, për hir të profesionalizmit, një nga duetet më problematike çuditërisht që i kam pasur në ekip, nuk e di pse. Mund të quhet ndoshta kënga më e thjeshtë nga gjithë këngët që kam dhënë, mirë po që në interpretim nuk është e thjeshtë. Argita është një vajzë shumë pozitive dhe unë adhuroj pozitivitetin e saj, sepse gjithmonë është e qeshur dhe kjo m'jep mu komoditet që me punu me Argitën. Por që problemin e ka gjithmonë të pjesa e intonacionit, do me thënë sa do që e kemi punu... Gjë që rregullohet. Gjë që rregullohet, por që na ndodhin skenë. Në anën tjetër, Ilgeri është një vokal shumë i bukur, një timbër shumë i bukur. Kemi bërë luftë për të heqat ngarkesën emocionale që e ka Ilgeri, sepse po mos ta kishte atë, unë nuk e di çfarë do bënte ky vokalisht. Por që mua më duhet zgjedh, më vjen shumë shiko, unë shumë i du blind audition, po kur fillon ky eliminimi për mua është tmerri më i madh që mundet me ekzistu. Por është pjesë e formatit. Unë vazhdoj me Ilgerin. Ilgeri vazhdon të jetë me ne në The Voice, si zgjedhur Alma Bektashi, të gjë, faleminderit shumë. Pa çfarë, bravo qoftë. Jam këtu me Argitën, një vajzë solare. S'tu du ky moment? Nuk di çfarë them. Ndonjëherë qelloj që më ngel pa fjalë, ndonjëherë flas shumë. Kush nga këto momente që të lë pa fjalë? Për momentin ngela pa fjalë, po ndoshta do më vinë fjalët. Pritë mos të vinë fjalët brenda këtyre sekondave ku për ty mund të ketë një shans të dytë. Edhe unë shpresoj për ty. Argita, më vjen keq. Faleminderit shumë që erdhën në The Voice. Kënaqësi që të kishim këtu. Argita.